Kjo është pamja që ofron thuajse çdo ditë Spitali i Elbasanit, radhë të gjata automjetesh me drejtues të cilët janë të stresuar për të siguruar një vend parkimi. Gjatë ditëve të dimrit rritet edhe fluksi njerëzve që kërkojnë ndihmë mjekësore pranë spitalit rajonal, dhe kjo reflektohet edhe në rritjen e numrit të makinave në qendrën spitalore. E vështirë për të lëvizur është edhe ambulancën, si në këtë rast, ku ambulanca nuk del dot nga spitali për shkak se rruga është e bllokuar. Lëvizja rëndohet edhe më tej pasi Fakulteti i Mjekësisë ka të njëjtën hyrje me spitalin. Jo vetëm për qytetarët, por situata është problem edhe për stafin e mjekëve, të cilët shpesh vonohen për konsult për shkak se nuk gjejnë vend parkimi për automjetet. Në hyrje të spitalit është i vendosur edhe trau me pagesë për të gjithë ata që futen në ambientet e spitalit dhe paguajnë 100 lekë. Sikur të mos mjaftonte fluksi, problem mbetet edhe mungesa e infrastrukturës së përshtatshme për të lëvizur automjetet. Deri në gjetjen e një zgjidhjeje për parkimin, të gjithë ata qytetarë që kanë nevojë të marrin shërbim shëndetësor duhet të mendojnë edhe se ku do të lënë makinat.